pse vendosën të përfshiheshit në këtë gjykim dhe u pajtua të ishit dëshmitar i thirrur nga Hashim Thaçi. Përgjigje, tani koha nuk i shëron të gjitha, siç thuhet, nuk i të gjitha plagët, por mendoj që pas 25 vitesh është kohë madhe që të mendohet në gjërat dhe nuk kam arsye, pikë parë nuk kam arsye të besoj se zoti Thaçi ishte përfshirë në aktivitetet e tilla. Nuk kam arsye të besoj, dhe as nuk kam dëgjuar në atë kohë që ai të ketë urdhëruar aktivitetet e tilla apo veprimtaritë e tjera të paligjshme dhe me sa siç e kuptoj unë, ai është mbajtur i burgosur për një kohë të caktuar lidhur me këtë çështje. Pra ndjevas, kur mu kërkua kjo gjë, nuk u kontaktova njerëzit me kontaktuan mu dhe ndjeva që duhet të thoja atë që dije lidhur me situatën.